Të nderuar dëgjues të programit Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot e ftuar Raima në këtë program është regjisorja dhe aktoria e mirënjohur Shegushe Bebeti, mjeshtër i madh. Zonja Bebeti, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes Shkodër. Është i njohur emri juaj për skenën dhe unë sot kam kënaqësinë që jeni mikja ime në këtë program. Ju faleminderit, edhe unë erdha me shumë kënaqësi. Në fakt keni disa ditë që keni ardhur në Shkodër. Si po ndjeheni? Po ndihem jashtëzakonisht mirë. Shkodra është një nga qytetet që unë e kam dashur gjithmonë. Dhe për hir të profesionit si aktore e teatrit Kukullave të Tiranës, shpeshherë kam qenë prezent në Shkodër me shfaqjet tona. Dikur vinim bënim turne shumë gjata, që ndronim dhe një javë në Shkodër. Tashmë kam ca vite që nuk kam qenë prezent, por këtë radhë e ftuar nga drejtoresha e teatrit Migjeni, zonja Rita Gjeka, që e falenderoj shumë për ftesën. Po rikthehem për të ardhur në Shkodër me një projekt të ri, teatr kukullash për fëmijë. Shkodra ka pas një traditë mrekullueshme teatrit kukullave që me ardhin e demokracisë në shumë rrethe të Shqipërisë filluan të shpërbohen, të shpërndahen dhe të mos jenë më në rrethe. Më pëlqen shumë ideja që po rikthehet dhe do të ishte shumë bukur që kjo traditë të rikthehet dhe të bëhet vërtet traditë, sepse tashmë fëmijët kemi shumë nevojë t'i afrojmë pranë teatrit, t'i edukojmë nëpërmjet artit, pasi një kohë shumë të madhe harxojnë duke qëndruar para tableteve, laptopëve, interneti pothuajse po e mbyt botën fëminore të tyre dhe mendoj që fëmia duke dalë jashtë mureve të dhomës dhe jashtë duke u shkëputur nga interneti, do të ketë mundësi ta shijojë dhe ta marrë mesazhin nëpërmjet teatrit live. Nuk kam më nevojë të jetë me orë të tëra, gjë që e dëmton jo vetëm nga shëndeti, por edhe nga ana psikologjike. Ndërkohë që emocionet me fabulën, me skenën, me veshjet, me zërin, çdo gjë që transmetohet janë të drejtë për drejta. Sigurisht, kukulla është magji dhe ta prekësh atë direkt, të mbaroj shfaqja dhe të shkosh mbrapa skene, të afrohesh tek aktorët, të tregojnë ata se si lëviz kjo kukull, se si e merr një objekt, se si luan, se si qesh, është vërtet një gjë shumë e bukur dhe shumë tërheqëse për fëmijët. Ju ja jepni këtë mundësi fëmijëve, qoftë edhe spektatorë që vinë në këtë akses për të komunikuar direkt me kukullën? Sigurisht, kjo është një nga gjërat më të bukura mbas shfaqjes. Mbas mbyllet shfaqja dhe aktorët sigurisht përshëndesin dhe mirëpresin duart trokitit e publikut. Ardhja e tyre mbrapa skene për të prekur kukullën, shumica e tyre kanë dëshirë të bëjnë foto me personazhet, kanë dëshirë të bëjnë foto me aktorët që interpretojnë. Është tashmë një traditë, të paktën në teatrin e kukullave të Tiranës ku unë punoj. Një pjesë shumë e mirë e aktorëve e kohës aktorit mbas shfaqjes kalon pikërisht në pranimin e prezencës së spektatorit në skenë dhe në shoqërimin e tyre, në përgjigjen e pyetjeve që ata kanë. Fëmijët janë të paparashikueshëm edhe gjatë shfaqjes batutat e tyre janë totalisht të papritura. Pra, gjithsesi ju i jepni një akses, një interaktivitet, do të thosha, edhe pasi bie perdhja dhe shfaqja mbaron. Ajo për ju nuk pas ka mbaruar. Jo, sigurisht. Fëmijët në shumicën e rasteve dhe sidomos kur shfaqja është vërtet shumë e bukur, të gjithë shfaqjet me kukulla janë të bukura, po ka dhe nga ato që kapin majat, është e pamundur ta shkëpusësh. Ka nga ata fëmijë që kërkojnë ta shikojnë shfaqjen 2 herë radhazi. Nëse janë 2 orare, 10:30 apo 11:30 siç bëjmë në Tiranë, ka nga ata prindër që detyrohen të presin dhe një bilet për shfaqjen e dytë sepse fëmia nuk largohet. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe kur i shikon ata që janë aq shumë të përkushtuar dhe aq shumë të dashuruar mbas teatrit. Ndërkohë, projekti juaj është një shfaqje re premier që po përgatitet Trekecat dhe Ujku. Për më tepër fabula është e njohur apo jo? Po, Trekecat dhe Ujku është një nga prallat klasike, siç është Kësulkuqja, siç është Qerosi, është një nga prallat që duhet i njohë çdo fëmijë, do thosha. Po, kam përshtypjen që edhe fëmijët e sotëm i njohin Trekecat dhe Ujkut sepse ku shkon në kopë
në parashkollor, mësueset edukatorët ja u lexojnë, ka raste që ja u inskenojnë dhe kam përshtypjen që është një prallë shumë e njohur për fëmijët. Por ndërkohë që ta takosh vetë emocionin, ta prekësh është tjetër gjë, do thosha. Shiko, Trekecat dhe ujku duke qenë se është një prallë klasike dhe me qenë se unë po punoj me aktorë shumë të mirë të Shkodrës, mrekullueshëm, por që e kam për herë të parë eksperiencën me kukull, siç është Merita Smaja, Drante Xhaja, Astrid Fani. Kam bëra një audicion të vogël për zgjedhur edhe 2 aktorë të rinj, pasi dëshira ime është shumë e madhe për të alternuar brezin e ri me brezin e vjetër të artistëve, me atë brez i cili e do teatrin dhe ka dëshirë dhe aspiron që në të ardhmen të jetë pjesë e teatrit, dhe kam përzgjedhur 2 të rinj shumë të mirë, siç është Graniti dhe Valentina. Po, Granit Halili dhe Valentina Plishta. Po, të cilët unë po i shoh që edhe me kukullën janë shumë të dashuruar, përpiqen shumë të punojnë për të kapur ndoshta edhe elementët më të thjeshtë të kukullës, dhe meqense kjo është një prallë klasike dhe mbas kaq kohësh vjen në një prallë klasike në teatrin e Shkodrës me kukulla, mendova që dhe kukullat i sjell klasike. Kukullat janë të stilit kuklla me tel, ku aktori lëviz mbrapa paravanit dhe Paravani nuk duket, pra është është skena që mbulon aktorin, pjesa e lartësisë, dhe aktori nuk duket mbrapa, duken vetëm kukullat. Është një shfaqje që ka një dekor të thjeshtë, kukullat janë jashtëzakonisht bukura, edhe të ndërtuara shumë bukur, si kukulla, si karaktere, por edhe në veshje, në Ju i keni kostumografi. sjell nga Tirana kukullat. Po. Kukullat i ka bërë Merita Spahia, është pedagoge në Akademinë e Arteve sot, në degën e pikturës. Ajo ka një eksperiencë shumë të madhe, sepse ka punuar 17 vjet në Teatrin e Kukullave të Tiranës dhe e njeh shumë mirë këtë proces. Gjithashtu dhe skenografinë e ka bërë ajo, dhe edhe skenografinë e kam sjell nga Tirana, domethënë i kam sjell gjërat gati, meqense koha ime për të punuar ishte shumë e shkurtër dhe duke menduar që t'i bëj gjërat gati dhe t'i sjell në Shkodër, do të fitonim kohë për anën teknike për t'i patur sa më pronto. Çfaqja ka etyde, ka lojra fëminore, ka një muzikë jashtëzakonisht bukur dhe e kompozuar nga Sokol Marsi, që e falenderoj shumë sepse ka një durim të jashtëzakonshëm me mua sa herë që unë bëj në një punë, dhe mendoj që do të jetë shumë atraktive dhe këndshme, pasi ka humor, muzikë, është gati gjysmë muzikal, sepse ka këngë të kënduara, ka shumë kolor, ngjyra, dhe skena ka dalë jashtëzakonisht e bukur aty ku e kemi ndërtuar. Po mirë, Shegusha, ajo çfarë më bën përshtypje është se ju jeni 100% brenda kësaj shfaqje, sepse edhe e keni shkruar vetë. Keni po bëni regjinë dhe të gjithë këta aksesorë përmbledhen tek ju dhe shpërndahen natyrisht tek aktorët që interpretojnë për t'ia përcjellë më pas publikut. Keni ndërmarrë edhe herë të tjera të tilla iniciativa për të shkruar? Sepse është një gjuhë e veçantë, apo jo? Unë vazhdimisht kam bërë dramatizime prallash. Kam vënë edhe në rrethet tjera, kam punu me Elbasanin, kam punu me Pogradecin, ku kam vënë shfaqje shumë të bukura. Në Pogradec kam vënë Princin Bretk, të cilin e kam përshtatur vetë. Gjithmonë unë lexoj shumë pralla për fëmijët, sepse ato të ndihmojnë shumë të njohësh psikologjinë e fëmijëve, dhe për ta dramatizuar pastaj dhe më jepet pak dorësh për të shkruar. Keni prirjen e kam më të thjeshtë dhe kam bërë shumë dramatizime. Edhe në Elbasan unë kam vënë Mbretreshën e Dëborës, kam vënë Ditëlindjen e Gishtëzës, kanë qenë pralla sigurisht klasike në temë, por të dramatizuara dhe të sjella në skenë nga unë. Dhe në përrethe, për shembull në Berat, regjisori i Beratit ka punuar prapë me një dramatizim timin. Në Tiranë, Teatri i Tiranës ka punuar prapë me 2 dramatizime të mia. Dhe gjithmonë kam bërë një dramatizim tjetër shumë të bukur tani gati, të cilin dua ta paraqis në projektet që do jepen në Teatrin e Kukullave të Tiranës tani për vitin tjetër, dhe them që është një pasion që nuk besoj që do më mbaroj ndonjëherë.
Sa bukur. Mirë, po ne kemi problemin tek Shkodra. Ne thamë që shumë herët, më herët, vite të shkuara, Shkodra ka patur një teatr kukullash, unë kujtoj shkrimtarin dhe regjizorin Yunus Dini, që ka qenë në krye të kësaj trupe, ndjes past, por që ka udhëhequr aktor, në atë kohë kanë qenë edhe aktor amator përveç profesionistëve që aktivizoheshin. Ka patur një teatr edhe grop, më duket se ka patur ai teatr, pra Enkas. Ndërkohë që le të hedhim vështrimin sa e nevojshme është teatri këtu në Shkodër, kjo i kukullave, kuptohet. Kjo ardhja juaj ishte një, si thuash, një dakordësie juaja edhe teatrit, apo ishte thjesht një kërkesë? Jo, që ti me sinqert jam befasuar kur më ka marrë në telefon drejtoresha Rita Gjeka dhe më tha, Shegush, unë du me bë tha një punë të bukur me ty. Po, i thash unë patjetër dhe nuk më shkoj mendja fare për teatrin e kukullave, mbasi e kisha një informacion që këtu kishte ca vite që nuk funksiononte, edhe pse do më thënë ka pas një tradit jashtëzakonisht bukur, dhe kur më tha që kam shumë dëshirë tha që ti cilësh një çfaqje të bukur tha me kukulla, tha ta vendosim tha në teatrin Migjeni tha për fëmijët e Shkodrës. Shumë dakord jam, i thash, po me kë do punoj unë aty? Sepse duke mos e ditë, do me thënë trupën e Shkodrës, cilët janë aktorët fiks që paguhen aty dhe që dëshira për të marrë pjesë. Ose edhe të lirë nga ndonjë projekt. Edhe të lirë, sigurisht, sepse Shkodra ka vënë goxha projekte dramatike dhe aktorët kanë qenë super të ngarkuar. Dhe plus që teatri kukullave është një zhanër i ri të cilin jo çdo kush e pëlqen dhe pranon, ka specifika dhe nuk ka problem tha. Do të vish tha, unë tha do t'ja u them aktorëve kush është i lirë tha dhe kush ka dëshirë të marrë pjesë, plus kësaj tha do të bësh dhe audicione tha për të sjellur tha dhe aktor të rinj. Po mirë, tha shumë dakord, ta mendoj dhe do t'jap një përgjigje. Sepse kjo bisedë është bërë në fund nëntori, a fillim dhjetori, nuk e mbaj mend shumë i vitit kaluar. Dhe sigurisht që duhet ta mendoja sepse angazhimet e mia në teatr janë shumë të mëdha, janë pothuajse plot gjatë gjithë kohës, dhe duhet gjeja një periudhë kohe ku të shkëputesha pak dhe të vija ta bëja këtë punë. Dhe mbasi e mendova, e diskutova dhe me Merita Spahin, që bëri kukullat skenografen, i thash, Rita, kështu e kam një propozim, është dhe qyteti jot, i thash, i Shkodrës. Thash, do bëjmë një punë të bukur, po me tha pse mos me bë, thash, shumë bukur, thash, shkojmë ta në Shkodër dhe e bëjmë. Thash kam mendu 3 keca dhe ujkut, po e lexoj dhe njerë prallën e vjetër, thash dhe po fut sa element për ta sill pak në kohë. Me thënë në çfaqjen tonë ujku nuk e lyen më këmbën me miell për të gënjur fëmijët, por kemi fut një element pasi mamadhia është shumë e apasionuar mbas luleve dhe kemi futur elementin e tufës të luleve, po zbuloj vetëm një sekret të çfaqjes, sepse t'ja lëm surprizë fëmijëve. Ngjyrë të cilën ujku nuk e din. Sjell tufa me lule, pa ai nuk e din kë ngjyrë pëlqen ajo. Ndërkohë që kecat e din dhe ky është një nga elementet që i bën ata të dyshojnë. Kështu që mamadhia ka një këngë jashtëzakonisht të bukur, të cilën është e pamundur që ujku ta mësoj dhe ta imitoj. Dhe domethënë ka disa elementë të kohës, të cilat e sjellin pak më në kohë prallën, por sigurisht mesazhi është i njëjtë që duhet të bëjmë shumë kujdes, fjalën e prindit duhet ta dëgjojmë. Duhet të ruhemi nga e keqja që na rrethon, sepse sa do të mirë, sa do të zgjuar dhe inteligjent jemi, ashtu si që gjërat e mira në jetë edhe e keqja është e bashkëngjitur dhe vazhdon të eci. Unë mendoj që ky mesazh tepër aktual, edhe që gjithmonë ka atë vështrimin aktual, sado kohët të kalojnë, por her pas here sikur troket më shumë, është tepër i vlefshëm për fëmijët. Sigurisht. Shegusha, ju jeni në vazhdimsi në komunikim me fëmijët. Madje me këtë përvojë që ju keni fituar edhe titullin mjeshtër i madh. Diçka e bukur në jetën tuaj apo jo? Shiko, të vlerësohesh është sigurisht gjithmonë kënaqësi dhe krenari, të jep forcë për të shkuar përpara dhe për të bërë gjëra akoma më të bukura. Vërtet unë nga marrë shumë çmime, tituj në jetë, jam vlerësuar nga Presidenti i Republikës 2 herë, kam dhënë Frashnar dhe mjeshtrin e madh. Por që ti me sinqerë deri në fund vlerësimin më të madh dhe më të bukur unë e kam nga publiku. Ka plot
të rinj sot që janë bërë nëna dhe baballar, të cilët dikur ishin fëmijë dhe vinin në teatrin e kukullave, dhe shpeshherë më ndodh që kur dal nga teatri, më thrasin, më përqafojnë, thonë ne kemi qenë fëmijë dhe jemi rritur me rolet e tua, tashmë jemi prindër dhe po sjellim fëmijët tanë dhe ti vazhdon akoma të jesh në teatr. Pra, është një lumturi shumë e madhe dhe besoj çmim më të bukur se kjo nuk ka. Vetë suksesi dhe karriera jote të rrisi disa breza është vërtet lumturi, vërtet kënaqësi. Në fakt ju keni mbaruar për aktrim, Po. Dhe keni marrë pjesë edhe si aktore, jo vetëm me kukulla, por edhe aktore. Pra keni pranuar edhe me shumë dashuri, siç po dëgjoj tani, që të jeni aktoria kukull. Kjo ka qenë, si thuash, pasioni juaj. Kur mbarova Institutin e Lartë të Arteve, sot Universiteti i Arteve, sigurisht mbarova për aktrim. Ëndrat e çdo vajze të re që mbaron apo djalë i ri që mbaron për aktrim është punojnë në teatrin kombëtar të Tiranës, të luajnë nëpër filma, domethënë të jetë vazhdimisht në qendër të vëmendjes publikut. Është vetë profesioni. Po. Që e kërkon. Në kohën kur kam mbaruar unë në 1982-shin, nuk kisha mundësi zgjedhje. Atëherë të emëronte partia dhe ti ishe i detyruar të shkoje pikërisht në atë institucion ku emërohesha. Dhe për fatin tim, sot do të thosha për fatin tim të mirë, sa atëherë thosha për fatin e keq, partia më emëroi në Teatrin e Kukullave sepse nuk kishte një aktore të re në moshë, e cila për cilin kishte nevojë shumë ai institucion. Po. Dhe me një insistim shumë të madh të regjizores së kukullave atëherë, zonjës Lavdie Toro, që sot ndodhet në Amerikë, unë emërova në Teatrin e Kukullave të Tiranës dhe fillova punën aty. Sigurisht në fillim isha totalisht e zhgënjyer, sikur më thyen ato ëndra, dëshirat, plus që këtë gjë e pasonte edhe një frikë, sepse Teatri i Kukullave është një zhanër komplet tjetër. Unë nuk dija ta mbaja kukullën, nuk dija ta lëvizja. Si quhet ajo? Kisha Petrushka? Petrushka është kukullë, është një tip tjetër kukulle ku lëvizet me dy gishta të futura në kokë dhe dy të tjerat kanë njërën dorë dhe dorën tjetër. Pra janë teknika që të cilat ka ishin shumë teknika kukulla, të cilat sidomos me ardhen e demokracisë ne i kemi sill pothuajse të gjitha në teatr. Pra ishin praktika të reja për ju. Dhe gjëra jo praktika të reja, por gjëra që nuk i njihja fare. Dhe të cilat më bënin të stepesha dhe të friksohesha në të njëjtën kohë. Aty kishte mjeshtra të kukullës, aktorë që kishin shumë vite, që kishin punuar me regjizor tuaj. Dhe sigurisht vajtja atje në fillim ishte kështu, domethënë unë isha e trishtuar vetëm qaja, e kisha shumë problem. Pastaj erdhi një moment kur regjizori as kisha as një muaj që kisha filluar, më dha menjëherë një rol kryesor, që unë u tromba dhe më shumë akoma, sepse tash ti u ta bëju me kukull, por për hir të së vërtetës aktorët e vjetër të teatrit atje më kanë pritur jashtëzakonisht mirë. Më kanë dashur shumë dhe më kanë ndihmuar shumë për ta mësuar kukullën. Më kanë dhënë para mbrapa të përkushtuar, duke më dhënë kurajo. Dhe ka një gjë kukulla, po e ka pendor, dhe kur fillon ta lëvizësh, sa më shumë ditë kalosh me të, aq më shumë dashurohesh me personazhin. Është si puna atij fëmijës vogël që ti sill një kukull të re, fillimisht ti shikon e habitur dhe pastaj fillon ti veshi fustanin, ti ve kapelen, ta mbështjelli, ta vër në gjumë, ti këndoj. Kështu është dhe puna e kukullës në Teatrin e Kukullave, sepse çdo njëri nga ne e ka botën fëminore brenda vetes, sa do të plakesh, prap ngelesh pak fëmijë. Dhe kështu që pak nga pak, jo vetëm që u dashurova me atë profesion, por më pëlqeu, ai profesion më ka hapur dyert kudo që kam shkuar. Mund të them që unë kam parë botën me Teatrin e Kukullave. Kam marrë pjesë në shumë festivale europiane dhe botërore, ku jemi vlerësuar dhe me çmime. Jo më larg se vjet, po sjell shembullin e fundit për të mos përmendur, ku kam qenë gjithë jetën që Europën pothuajse kam parë të gjithën, tani kemi filluar të shohim edhe pjesën e lindjes. Vjet kam qenë në Gjermani, kam qenë në Rusi, kam qenë në Tunizi, kam qenë në Phuket, në Tajland, me shfaqje të kukullës. Kështu që Teatri i Kukullave është një gamë shumë e madhe artistike. Me teatr kukullash mund të krijosh varieté, mund të vësh opera, mund të bësh çdo gjë.
Në fakt, sa të nevojshme kanë fëmijët një komunikim të tillë artistik e natyrisht që përmban shumë mesazhe jetësore, mesazhe që lidhen me formimin pak nga pak, me fantazinë, me imagjinatën e tyre. Unë e thash edhe pak më parë që ta afrosh fëmijën me teatrin e kukullave është një gjë jashtëzakonisht pozitive, jo vetëm me teatrin e kukullave. Ta angazhosh në kurse, ti mësosh një vegël muzikore, ta çosh në një kurs baleti, në një kurs pikture, në një kurs teatri. Do të thënë, një deg artistike patjetër mendoj ta çosh në basketbol, në futboll, do të thënë, arti dhe sporti duhet të jenë prezent gjatë rritjes së fëmijës, sepse ato e para e qetësojnë psikologjikisht, sepse në të njëjtën kohë që mësojnë argëtohen, dhe argëtimi është mjaft i rëndësishëm, sot ti nuk shikon fëmijë që të dalin të lozin në oborrin e pallatit, sepse konkretisht nuk ka më oborr e pallati. Sot ke frikë ta lësh fëmijën të zbresi poshtë, sepse ke frikë nga bicikleta, ke frikë nga makina, ke frikë nga ngjarjet e jashtëzakonshme, nga ndonjë keqbërës. Përse të mos ta themi, tashmë ke shumë frikë, por të njëjtën të keqe bën dhe interneti, duke lënë gjatë gjithë kohës në internet, ai mund të chatojë me një pedofil, mund të chatojë me një kriminal, mund të chatojë me një hajdut, do të thënë, e gjithë jeta sot, mendoj unë, është e rrezikshme në kuptimin e ruajtjes së fëmijës. Prindrit për kapitalizmi është i egër, sot për të mbijetuar ka prindër që bëjnë edhe 2 punë, edhe 3. Dhe prezenca e tyre pra fëmijëve është më e vogël. Për të mos thënë për prindrit që merren me biznese, të cilët i rrisin fëmijët edhe nëpërmjet dados apo ndërmjet ja delegojnë prindërimin dikujt tjetër. Kështu është jeta dhe këto janë kushtet dhe njerëzit janë të detyruar. Po unë do t'i bëja thirrje të gjithë prindërve që të paktën 1 orë apo 2 orë në ditë t'i kushtojnë fëmijëve të tyre. Nuk ka asnjë gjë të keqe që dhe një prind që është goxha i lodhur gjatë gjithë ditës, në darkë kur ai fëmia shkon të fletë, lexon një prall, t'i tregoj një tregim, të shohë një film të dy bashkë që është fëminor apo një teatr kukullash. Sot është YouTube që ka teatr kukullash pafund. Por ama asgjë si kushton një prindi që një të diel paradite të harxojë 1 orë për fëmijën ta sjellin në teatr të kukullave. Sepse është një lloj si ne të rriturit që shohim një koncert në televizor dhe të tjera emocione marrim nga televizori, të tjera emocione marrim kur i shohim live në skenë. Sepse të rrëmben muzika, interpretimi, entuziazmi i publikut. E njëjta gjë ndodh edhe me fëmijën kur vjen në teatr. E ka të prekshëm, teatri është i prekshëm. Aty ai shikon se si hapet, si mbyllet një derë konkretisht, se si kjo kukull lëviz konkretisht, se si ajo qesh, se si ushqet, se si los ku kam shefti, ka plot lojra. Unë habitem nga ndonjëherë me fëmijët e sotëm, nuk din lojrat që kemi bërë ne dikur. Nëse unë i them një fëmijëve, ne lozim kaladi branche, ç'është kjo kaladi branche? Po ç'është kjo topa djegësi që keni bërë ju? Me thënë, do të thonë ju që ne kemi qenë më të varfër sa këta sot, sepse s'kishim internetin apo s'kishim të lojrat elektronike që kanë. Po unë mendoj që kemi qenë më të pasur nga ana fizike, sepse të lozje jashtë, harxhoje 2-3 ti digje energjitë, do të thënë, ti merresh me një lloj sporti, se të kërceje me litar që loznim ne dikur, sot njerëzit shkojnë e bëjnë palestër për të dobësuar, ndërkohë që ne rriteshim me ato forcë. Dhe mendoj që kjo do të thënë i bën shumë mirë nga ana psikologjike e fëmijëve. I bën ata që të jenë më të qetë, të jenë më të përqendruar, i bën ta dashurojnë artin, dhe pse jo, nga teatri kukullave ne përgatisim spektatorin për teatrin e triturve nesër pas nesër, sepse po ja kultivove që sot është një edukat, është një ti përgatit publikun për një ekspozit pikture kur të rritet, apo për një koncert instrumental, apo për një koncert operistik. Ka plot mënyra për të një edukim artistik, por jo vetëm. Unë jam shumë e bindur, Shegushe, se në këto momente dëgjuesit që na ndjekin, besoj janë të shumt që janë familjar, prindër, por dhe gjyshër e gjyshe. Patjetër që do t'ju përshëndesin përzemërsisht për këtë iniciativë, për këtë projekt, për këtë shfaqje shumë të bukur, Trekecat dhe Ujku. Në fakt, në çfarë faze jeni në përgatitje? Ne kemi mbyllur procesin e tavolinës dhe dje dolëm për herë të parë në skenë me kukulla. Për hir të angazhimeve të mia, unë shkëputem prap 2 ditë, këtë fundjavë jam në Tiranë sepse kam shfaqje atje dhe do të rikthehem prap të hënën. Dhe mendoj që nga data 20 do të jemi gati për ta dhënë. Nga data 20 shkurt.
Prindrit gjyshet që tani ju përshpërisin në vesh fëmijëve, do shkojmë në teatr, kemi një shfaqje me kukulla, është shumë e bukur, ju e dini, por gjithsesi aty ujku do të jetë do ta shihni vetë dhe në Nadia do të jetë e bukur. Nuk po e shpjegoj shfaqjen me detaje për të lënë disa surpriza për fëmijët dhe për ta bërë sa më atraktive, por sigurisht Tërkeca dhe ujkut është një shfaqje klasike që e njohin të gjithë dhe që është një prallë shumë e bukur dhe mendoj që do të ketë sukses. Aktorët janë jashtëzakonisht mirë, punojnë me shumë pasion, dua t'i falenderoj si staf të gjithë, edhe Prapavia, i gjithë stafi i trupës Migjeni janë vërtet njerëz shumë mikpritësa, shumë punëtor, të dashur, gjatë gjithë kohës janë të interesuar çfarë të mungon, për çfarë ke nevojë, duhemi, nuk duhemi të jemi prezent. Dhe aktorët për të mos thënë që këto ditë është edhe pak ftohtë dhe gjithmonë artistët punojnë ndoshta në kushte optimale, edhe pse drejtoresha është përpjekë na sjelli sa më shumë ngroje për të kryer një ambient sa më të ngrohtë që edhe aktorët kenë mundësi, se aktori kukullave ka dhe një të keqe. Nuk punon dot i veshur me pallto, me xhupa, sepse është i detyruar të mbajë dorën lart dhe sa më shumë peshë në trup të kesh, aq më të vështirë e ke. Më vështirë janë. Kështu që jemi përpjekë të krijojmë kushte sa më të mira për të punuar mirë, për të punuar rahat, për të mos thënë pastaj atë humorin shkodran që nuk mungon dhe her pas here aty hidhen dhe batuta dhe krijohet një atmosferë shumë e bukur pune. Unë sinqerisht jam e kënaqur dhe shpresoj shumë që vërtet do të jetë një shfaqje e bukur, një shfaqje që do të shkoj gjatë. E pra, këtu desha t'ju pyesja, 20 rreth datës 20 është premiera, por nuk do të jetë vetëm një shfaqje, apo ja? Jo, absolutisht. Shfaqja është një shfaqje si për sken edhe për ambientet jashtë. Pra është një shfaqje portabël, të cilën mund ta lëvizësh për ta dhënë jo vetëm teatr, por mund ta japësh nëpër shkolla, nëpër kopshte, mund ta japësh nëpër sheshe jashtë në qytet, në rrethe të tjera. Është një shfaqje shumë praktike me të cilën mund të lëvizësh shumë mirë. Pra, përveç sallës, ato mund ta ndjekin edhe në ambiente të tjera. Megjithatë, salla është për disa shfaqje aty e angazhuar, apo jo? Nuk e di se si është plani artistik i teatrit Migjeni, sepse unë do të mbaroj punën, sigurisht do të jam prezent në premierë dhe pastaj unë e dorëzoj shfaqjen dhe menaxhimin e shfaqjes do të merren ata. Por unë uroj me shpirt dhe dëshiroj shumë që kjo shfaqje vërtet shkoj sa më gjatë, sepse është shfaqje shumë e bukur, shumë praktike dhe është për mosha duke filluar që nga 3 vjeç deri në 13-14 vjeç. Ndërkohë Shegusha, do dëshiroja që kjo iniciativë ose ky projekt që ka vërtet shumë interes të vazhdojë me projekte të tjera në forma të ndryshme, jo vetëm me ju, por edhe me artistë të tjerë të Shkodrës. Shpresojmë sepse interesi është i madh dhe dëshira edhe nevoja që fëmijët të vinë në teatr është natyrisht shumë prezente. Unë uroj me gjithë shpirt që Shkodrës t'i kthehet tradita e teatrit kukullave, se ka pas vërtet një teatr shumë të mirë dhe me shfaqje shumë të bukura. S'më mbetet gjë tjetër, veç se t'ju falenderoj për punën, për pasionin, për çdo gjë që ju jepni, por edhe për këtë bisedë kaq të ngrohtë. Dukeni që keni një komunikim shumë të mirë me njerëzit, siç duket kjo buron në marrëdhëniet tuaja, por në veçanti dhe në marrëdhëniet me fëmijët. Ndoshta nga që kam një jetë që merrem me fëmijët dhe thash ata rriten, sot bëhen prindër, ka plot nga ata që kanë qenë prindër dhe sot janë gjyshër. Kam një rreth shumë të madh njerëzish që i dua, më duan, që komunikoj shumë mirë. Kolegët i kam të mrekullueshëm dhe vërtet ndihem shumë mirë dhe shumë rahat, domethënë në punën që bëj. Dhe kjo ndoshta më ka ndihmuar që t'jem dhe unë pak si puna e fëmijës. I thash aktorëve tjerë, ta shiko sa i dashur jam në njërën anë të medaljes, aq kapriçoze të kanose bëjmë në anën tjetër si fëmijët, kështu që dhe unë jam pak fëmijë tash rebel dhe keni kujdes. Të falenderoj shumë Shegushe Bebeti, mjeshtër i madh në sken, por edhe në komunikimin me njerëzit. Paqë jetën e gjatë dhe suksese gjithmonë. Dhe juve shumë suksese dhe faleminderit. Faleminderit. Qoftë e rësira po të rrinë, qoftë të djela po shinë,